Opinionistja Leonora Jakupi mbrëm pati një moment tepër emocional. Teksa flitej për historinë e vështirë të Eliona Binakaj, një nga konkurrentet më të diskutueshme dhe ndjeshme të këtij sezoni, ajo tha se informacionet e publikuara për humbjet dhe sfidat që kishte përjetuar Eliona e tronditën thellë. Ja çfarë tha aktualisht. E mora telefonin dhe lexova lajmet në media tona. Hyra me hulumtu për jetën e Elionës. Vërtet, ato që shkruheshin për të mua ma than shpirtin. Përveç dhimbjes që ka, sepse nëna është e shenjtë, ajo që shkruhej në media për humbjen e saj, ku ka shku, ku ka qenë, për mua është shokuese. Rrëfeu Leonora mes lotës. Momenti i saj nuk ishte thjesht një reagim personal, por u shndërrua në një mesazh të fuqishëm për të gjithë familjet që po përballen me divorc apo konflikte të brendshme. Ajo tha, le të jetë ky Big Brother një mësim për të gjithë ato nëna e baballar që kalojnë në divorce. Apeloj që për hir të fëmijët bëni gjithçka, tha ajo me zërin që i dridhej nga emocioni dhe lotët që i pikonin nga syt. Teksa rrëfente Leonora ndali dhe në një moment për të ndarë diçka personale. Për njerëzit që më njohin e din historinë time, e din që është shumë e rëndë. Ky moment nuk ishte vetëm reflektim mbi historinë e Elionës, por një dritare për të kuptuar se sa thellë media dhe realiteti i jetës private mund të ndikojë në ndjenjat tona. Publiku e përjetoi si një leksion për dëmshurinë, empatinë dhe rëndësinë e mbështetjes familjare për ta bërë këtë prajm të paharrueshëm. Por, në një tjetër prajm të Big Brother Kosova, Leonora emocionoi me qëndrimin e saj mbi familjen dhe krijimin, një çështje që ngjall gjithmonë diskutime të forta dhe emocione. Teksa banorët diskutonin për paragjykime dhe pritshmërinë e shoqërisë, Leonora ndieu nevojën të ndante eksperiencën e saj personale. Ajo foli për presionin që shpesh ka përjetuar. Për veten time jam gjykuar shpesh. Pse s'po martohesh? Pse s'po krijon familje? Pse s'ke fëmijë? Rrëfeu ajo me sinqeritet, por ndryshe nga një reagim i thjesht, Leonora nuk e paraqiti këtë si pengesë, por si një realitet të jetës dhe prioritetet që ka çdo njeri. Më tej ajo tha, fëmijët janë bekim dhe familja është bekim, por nganjëherë rrethanat e jetës, përkushtimin ndaj familjes dhe ritmi i viteve bën që koha të rrshqasë nga duart, dhe papritur ndjen një mungesë, një zbrasti që e di si një ditë duhet ta plotësosh, shtoi ajo. Rrëfimi i Leonorës u shndërrua kështu në një diskutim të hapur online për presionin që përjetojnë shumë gra, veçanërisht ato që janë në vëmendjen e publikut lidhur me martesën, fëmijët dhe rolin në familje.